kështu patët paralajmëruar jo për të nxehtën afrikan. Po ja patëm paralajmëruar, do të thotë se çojove po pritet një valet në nxehtit dhe ashtu tamam po I përmbush ato kritera me sens se po te kalon ato vlerat mesatare gjatë kësaj periudhe, edhe po paraqit se do të thotë gjatë javës zgjasin këtu temperatura, nonta edhe javën e kaluar përmenda se mundën me shku deri në 32 apo 34 gradë Celsius. Do thotë gjatë ditës sot në vetëm shkojnë deri në 30 gradë Celsius po flas për Prishtinë, dhe sa pjesë tjera të vendit mundet me arritë edhe vlera pak më të larta. Gjatë ditëve tashme mandej shkojnë ky nxehtë fillon të akumulohet edhe më shumë, edhe deri në fund të javës po pritet të thotë me arrit temperatura deri në 34 gradë Celsius. Në përpjesë të vendit ndoshta mundet me në zonat në pjesë Dugazinit ato pjesë ndoshta mundet me arritë edhe deri në 36 apo 37 gradë Celsius, varësisht varet nga vibranësirave sa mundet me u zhvillu. Por sa do të zgjas kjo periudhë kohore me të nxehtën afrikan dhe me këto temperatura kaq të larta? Kështu për momentin po paraqit në shumicën e modeleve po paraqit se deri në fund javës, do të deri s'paktën ditën e diel mi pas këto temperatura më të larta, edhe kulminacionin me arrit në atë pjesën e dytë javës, me sens se nga dita e enjte apo edhe premte ka mundësi që aty këtu të ketë edhe rrëbeshje të shiut, kryesështore pas ditës do të thotë. Po mandej sidomos fund java po pritet me qenë më nxehtë edhe më dominuar për motit më të thellë edhe intervalet më të gjata me diell. Tek mandej javën e ardhshme po pritet një tepërtim I masa pak më të freskët ajrore, edhe me zbrit temperaturat më afër vlerave mesatare, do të thotë deri 25, 27 apo 8 gradë Celsius. Po ato do të thotë në pjesën e parë të javës së ardhshme, deri sa mbeten edhe mundësi që ndoshta me pas pak më shpesh zhvillime edhe të rrëbeshjeve të shiut gjatë javës së ardhshme. A nënkupton mendim kjo që do të kemi her pas here vizita të nxehtit afrikan në rajon dhe veçanërisht në vendin tonë? Temperatura të tilla drastike, ndryshime drastike. Po, do thotë gjatë qershorit pjesa e dytë e qershorit ndoshta mundet me qenë pak më jo stabile, po them edhe ku mas kohë më të rralla këtu far vizitat të nxehtit afrikan. Mirë po korriku ka zosa me pas pak më shpesh, do të thotë ndoshta më shumë me dominu ky nxehtë, me sens edhe në trendet e fundit të sinuar po parashqihet që korriku me qenë edhe më nxehtë edhe me pas edhe më pak treshëna. Apo qershorit tash të shohim gjatë javëve tashme çfarë ndodh apo pritet me pas më shumë treshëna, pse edhe qershori është I parashikuar me pas më pak treshëna. Mirë, faleminderit shumë për këto informacione që na I solle në këtë mëngjes. Mendim të uroj një ditë të mirë dhe besoj të takohemi përsëri në ndoshta një javën e ardhshme për të parë sa kemi ndryshim të modeleve të temperaturave. Okej, faleminderit. Shumë faleminderit. Ishim pra miq të